Këshilltarët e presidentës Atifete Jahjaga dalin të jenë më të paguar si sa kryeministri dhe vartësit të tij për punën që bëjnë. Të paktën kështu rezulton në bazë të deklarimeve që figurojnë në Agjencinë Antikorrupsion. Këshilltari i lartë politik për media dhe marrëdhënie me publikun Arbër Vllahiu për punën që bën paguhet 1.772 euro për muaj. Hiq më keq nuk qëndron as këshilltarja tjetër për politikë e presidentës Jahjaga, Antigon Baxhaku Idrizi. Kjo e fundit në bazë të deklarimeve të fundit në Agjencinë Antikorrupsion, ka deklaruar se merr pagë në vlerë prej 1.668 euro në muaj nga buxheti i zyrës së presidentës. 17.318 euro është shuma vjetore që merr kryeministri i Kosovës për punën e tij. Nëse këtë shumë e pjestojmë për 12 muaj, i bie që i pari ekzekutivit merr 1.443 euro në muaj, si kryeministri i Kosovës, që i bie 329 euro më pak se këshilltari i presidentës Arbër Vllahiu. Edhe ministrat dalin të jenë shumë më pak të paguar se sa këshilltarët e presidentës Atifete Jahjaga. Hajredin Kuqi si ministri i drejtësisë paguhet 1.183 euro për muaj nga buxheti i Kosovës. Njohësi çështjeve politike Ertan Muhaxhiri e vlerëson të palogjikshme që një këshilltar të paguhet më shumë se kryeministri i vendit. Sipas tij, rruga është një lloj vlerësimi dhe në këtë aspekt ai konsideron se është të çuditshme që puna e një këshilltari të çmohet dhe vlerësohet më shumë financiarisht se sa një kryeministër. Kryeministri është mbase njeriu më i rëndësishëm në shtet dhe ka përgjegjësi shumë të mëdha për jetën praktike të qytetarëve, për zhvillim ekonomik dhe për qindra gjëra të rëndësishme. Është krejtësisht e pakuptueshme që një këshilltar ta ketë rrogën më të madhe se ai. Kryeministrat e Kosovës kanë edhe shumë burime të tjera të financimit edhe nuk besoj se të brengosën për rrogën. Mirëpo në aspektin simbolik, është shumë e palogjikshme që një këshilltar ta ketë rrogën më të madhe se të kryeministrit, ka thënë Muhaxhiri.